Në aeroportin e Cirit, një musliman falë namazin e drekës. Një musliman për klinikane, kër e shefat muslimani thot jaki, i prapa metur. Pa falë bën stadion në aeroport namazi. Subhanallah. Ki Joani thot, i muslimani habitet me muslimanin pse e falë namazin. Kush është ki, kush është ai? Ki është i Joani. Ki Joani, hiq pa ka në Arab, apo Afrikan, se punon në për kanale, anëzaj këtë katran. Si ve hama ditën e han, e i qëtë ditën e gjëman aksham. E kita është të si falit. Aj që falit din kush është? Aj që falit është përgjegjës i në repartit të aeroportit të Cirit. Punën e krinë në vakët edhe namazin vakët. Para 13 vjetë dhe ka pranuar fe islame. Ki Joani i biri i muslimanit habitet, se ka mendohë se vetëm gjama i falit njeriu, e nuk falit tjetër kundi. Pra shifin vëllezër të dashur, diri, pse më qefim islamin? E më qefim pse nuk e dimi ne. Pra, Ki Joani tha, Zvisrani i pramametur, a në realitet nejmit pramametur, a i bile e ka gjetë atë rrugën më të mirë, më të amël që e ka qetësuar shpirtërisht, sepse është ushqim shpirtëror puna e fesë islamin dhe zidashën. Në aeroport, edhe një prift ka në falë, ama aja falë në vene, në fene vete. Asë një krishten nuk i ka thonë këti i mbrapametur. Asë një krishten nuk habitet se ki i mbrapametur. Dhe asë një krishten nuk kam dëgjuar të i thosë se priftit shumë i kërë shumë mjekrën. Këtë të nejën këto problemet. Përse? Duke i numëruar të parat. E qka tash? Kër e kam pëjt priftin, kush e falë më mirë në atë fenë? Kush e bani badit më mirë? A ju apo muslimanët? Ka tha muslimanët. Po si? Pas një udhëtimi të gjatë që kanë hecë me aeroplan, kanë fluturuar, muslimani thot i nxjerr çorapët, freskohet, merr abdes, njëherë i largon ato bakteriet që janë ngjitur, por që është më rëndësi, i largon edhe rrezet e dëmshme që ngjiten për lëkurën, ato 24 orë që trajnë lëkurën e njeriut, ato shkaktojnë në kancer në lëkurë. Sot po e vërtetojnë hadithet e pejgamberit, se për ata ka thonë fërkoj durat mirë. Pra prifti thët pranon se thët muslimanët e falin namaz. Dhe unë shka ulan karikën e bana atë ceremonin teme. Pra alhamdulillah, dikushit që nuk është musliman, po e vërteton se islami janë që mirë, ki janë që ka pranuar islami me trashëgimi, ki nuk e njeh islamin dhe thët s'është i mirë islami janë. Ndërruva.